Rreth 100 gram tritoli aktivizuar me fitil dyshohet se shkaktoi shpërthimin në parkingun e një restoranti në Fushkruj mbrëmjen e SHN-s. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 në zonën e Fushkrujës, ku një person ende i pa identifikuar dyshohet se hodhi një sasi tritoli në parkingun e një restoranti të frekuentuar nga banorët lokal. Shpërthimi i fuqishëm tronditi të gjithë zonën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. 2 automjete u dëmtuan rënd, njëri kryetarit njësisë administrative Ilir Loci dhe tjetri Ervin Kadiut. Të dy pronarët e mjeteve janë marrë në pyetje nga hetuesit dhe kanë deklaruar se nuk ishin konflikte të hapura që mund ta lidhin ngjarjen me të. Megjithatë, policia nuk ka përqendruar hetimet vetëm tek viktima direkte. Shpërthimi po konsiderohet si një mesazh i mundshëm dhe ndaj grupi hetimor ka nisur një verifikim të detajuar të gjithë personave që ndodheshin në restorant në momentin e ngjarjes, duke përfshirë pronarët, stafin dhe klientët. Hetuesit po shqyrtojnë pamjet e kamerave të sigurisë nga zona për të identifikuar personin që hodhi lëndën plasëse dhe për të përcaktuar motivet që mund të kenë shtyrë në këtë akt. Po ashtu, po mblidhen dëshmi nga fëmijët dhe afërmit e të dëmtuarve në përpjekje për të identifikuar çdo konflikt të mundshëm që mund të ketë çuar në ngjarje. Dëmet materiale kanë përfshirë jo vetëm automjetet, por edhe infrastrukturën përreth parkingut dhe fasadat e lokalit. Autoritetet po analizojnë gjithashtu pistën e përdorimit të shpërthimit si mesazh për ndonjë aktivitet kriminal, përfshirë këtu mundësinë e përfshirjes së grupeve të organizuara. Hetimet janë zgjeruar për të përfshirë çdo informacion që mund të lidhet me sjellje të dyshimta, lidhje të mëparshme të përfshirëve në krimin e organizuar apo edhe të identifikuar individ që mund të kenë dashur të përdorin incidentin për përfitime të jashtme.